بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. Të gjitha falënderimet e plota dhe të përsosura i përkasin vetëm Allahut, atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Atë që Allahu udhëzon dhe orienton në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e lajthit prej saj. Dhe atë që ai e humbi nga rruga e tij, nuk ka kush e udhëzon përposhtë tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë dhe me merit përposhtë Allahut të vetëm dhe të paortak, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi gratë e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën dhe shtegun e tij me mirësi deri në ditën e llogarisë. Jemi ndalur nga mësimet rreth librit Gjawami al-Adiyati Nabawiyya përpara muajit të Ramazanit, tek hadithi ku thot autori Sheikh Abdulrazak al-Badr, Allahu e ruajt atë dhe na dhën dobi nga dituria e tij, kapitulli me temë Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn. Pra thot autori komenti i hadithit: o Allah, tek ti kërkoj strehim nga frika cakëria. Thot autori, Allah më shiroft, transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij nga Mus'ab ibn Sa'd, ky nga babai i tij, Allah që të kënaqë me të, i cili ka thënë: kërkoni strehim tek Allahu me fjalët me të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte strehim dhe mbrojtje me to. Ai lutej dhe thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa 'adhab al-qabr. Lutej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thoshte: o Allah, unë kërkoj strehim tek ti nga frika cakëria, kërkoj mbrojtje dhe tek ti nga kooperacia, kërkoj mbrojtje tek ti nga kthimi në moshën më të ulët të jetës, dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga sprovat e dunjas dhe nga dënimi i varrit. Allahumma amin. Thot Sheikh Abdulrazak, Allah ruajt, ky hadith përmban kërkim strehimi nga 5 gjëra. E para është fjala e tij sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni. O Allah, tek ti kërkoj strehim nga frika cakëria. Frika, që është e kundërta e guximit, domethënë të kesh frikë nga veprimet që kërkojnë vendosmëri edhe përballje. Ajo buron nga dobësia e zemrës dhe e shpirtit, dhe nuk është cilësi e denjë për një besimtar. Pra nuk i ka hije besimtarit të friksohet nga krijesat. Frika do të jetë vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E dyta është fjala e tij sallallahu alaihi wasallam, ku lutet dhe thot: wa a'udhu bika min al-bukhl. Tek ti kërkoj strehim nga kooperacia. Kooperacia që nënkupton refuzimin për të dhënë atë që është obligim, apo për të mos i ndihmuar të tjerët me atë që të tepron. Allah lërsuar thot në Kur'anin fisnik, në surën Al-Baqara: yes'alunaka madha yunfiqun qul al-'afu. Të pyesin ty, Muhammed, çfarë të shpenzojnë, çfarë të japin në lëmosh, thuaj të pricën. Po ashtu Allah lërsuar thot në Kur'anin fisnik: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
Walillahi mirathu s-samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Thot Allah lartësuar në këtë ajet kuranor, dhe mos të mendojnë ata që janë, pra që bëjnë koprac me atë që u ka dhënë Allahu nga mirësitë e tij, se kjo është e mirë për ta, përkundrazi, ajo është e keqe për ta. Ditën e Kiametit do t'u varet për qafe ajo me të cilën ata u bën koprac. Pra pasuria e çfarëdo lloji qoftë, qoftë ar, qoftë argjend, qofshin lop, dhe gjithçka që pasur, pra ta ka dhënë Allahu subhanahu për pasurisë, dhe vazhdon ajeti dhe thotë: të Allahut janë trashëgimia e qejve dhe tokës, Allahu është i dijshëm për atë që ju veproni. Pra kooperacia dhe frika lidhen me një çështje të përbashkët, thotë Sheikh Abdurazaku, që njeriu të mos jap prej vetes së tij. Nëse dikush nuk e jep pasurinë që ka dhe nuk ka dëshirë për të shpenzuar në rrugën e Allahut, atëherë ai është kooperaci. Ndërsa ai që nuk e ndihmon vëllain e tij me trupin e tij. Pra shohim kohët e fundit që është bërë trend edhe tek muslimanët që të stërviten, të bëjnë palestër, formojnë trupa, pra të kenë fizik. I themi përse po stërvitesh, përse po kujdesesh për të fizik. Nëse thotë që ta shpenzojnë në rrugën e Allahut, në xhihad në rrugën e Allahut, i ndihmojnë të bobektit atë që për padrejti, themi elhamdulillah, kjo është e kërkuar. Nëse thotë që dua që të jem adhurues i mirë i Allahut, të përballoj namazet, agjërimin, haxhin, umrën, xhihadin e meradh, kjo është e kërkuar. E nëse atë fizik çfarë përdor vetëm për veten tënde ose për të mburur njerëzve me muskujt e tua, atëherë kjo është e qartuar. Pra thot, ai që nuk e ndihmon vllain e tij me trupin e tij, duke i ardhur në mbrojtje dhe duke i ofruar ndihmë, ky është frikacak. Allahu na rujt. Të dyja këto, pra mos ndihma me trup dhe me pasuri, lidhen me këtë kuptim. Nëse ka të bëjë me trupin, është frikacakri. Dije se duke i ardhur në ndihmë vllait tënd që është bërë padresi, nuk do ndodhi asgjë, posa asaj që Allahu çfarë ka saktuar për ty. Në hadithin që do bëjmë selam, haqqul muslimi lil muslimi khams, në transmetim thot sit. E drejta e muslimanit mbi muslimanin janë 5 gjëra, në transmetim tjetër janë 6 gjëra. E gjashta prej tyre transmetimit tjetër çfarë? Wa idha stansaraka fansurhu. Kur të kërkojnë ndihmë, pra se i bëhet padrejsi në jetën dhe pasurinë e tij, atëherë ndihmoje. Nëse nuk e ndihmon me trupin tënd, me fizikun tënd, çfarë? Atëherë ti je frikacak. Dhe se ke përmbushur drejtën e vllait tënd. Pra nëse ka të bëjë me trupin është frikacakëri, dhe nëse ka të bëjë me pasurinë, ajo është kooperaci. Dhe të dyja këto janë gjëra nga të cilat kërkohet mbrojtja tek Allahu. Kërkohet mbrojtja nga kooperacia, të Allahu lartësuar. O me yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Në surën At-Taghabun thotë i lartësuari, dhe kush ruhet nga kooperacia e shpirtit të tij, të tillët janë fitimtarët ose të shpëtuarit. Sepse në një tjetër thotë wa uhdiratil anfusu shuh. Thotë shpirtrat çfarë? Anojnë nga kooperacia. Pra shpirti në vetvete nuk qenë nga buja, nuk qenë nga fesnik, por se anon nga kurnasëria, nga kooperacia. Allah na ruaj nga kooperacia e shpirtit. Kërkohet gjithashtu mbrojtje nga frikacakëria, që është dobësia e njeriut dhe mungesa e guximit në ofrimin e vetvetes për të ndihmuar dhe mbështetur vllain e tij. Dietari i madh Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu mëshirot, ka thënë, origjina, si sa bukur e shpjegon Ibn Qayyimi, origjina e frikacakërisë vjen nga mendimi i keq dhe nga cytjet e këqija të nefsit. Dhe kjo buron thot nga mushkrit. Kur mendimet e këqija dhe dyshimet e shqetësojnë shpirtin, atëherë mushkrit fryen dhe ngjeshin zemrën, e ngushtojnë zemrën në vendin e saj, duke i shkaktuar shqetësim dhe trazim zemrës për shkak të shtypjes dhe presionit. Kjo shkakton tërmete dhe trazira në zemër për shkak të bezdisjes dhe ngjeshjes nga ana e mushkrive. Pra që nga edhe fizike, por edhe psikologjike. Siç ka ardhur në hadithin e Amr ibn Asit, Allahu që të kënaqur prej tij dhe birit, që e transmeton Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, në musnedin e tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Sharru ma fil mar'i jubnun khali'un wa shuhhun hali'."
gjëja më e keqe që gjendet tek njeriu është frikasakëria larguese dhe kooperacia shkatëruese. To Sheikh Abdurazaku, frikasakëria quhet larguese sepse ajo e largon zemrën nga vendi i saj për shkak të fryrjes së mushkrive. Ashtu siç Abu Jahli, la'natullahi alayh, e përmendi ditën e Bedrit kur i tha Utba ibn Rabias, që të dy këta kanë qenë prej krerëve të idhujtarëve dhe i kanë vrarë muslimanët në betejën e Bedrit. I tha Utba ibn Rabias, i tha, mushkritë tua janë fryrë, pra nga frika. Allahu futi frikë në zemrat e idhujtarëve. Dhe u dha triumfin dhe fitoren besimtarëve ditën e Bedrit. Pra kur zemra largohet nga vendi i saj, humbet dominimi i logjikës dhe shfaqet shturja tek gjymtyrët e trupit dhe vendoset çdo gjë jo në vendin e duhur. Pika e tretë, ose kërkesa e tretë, kërkesëtrimi i tretë, të këta hadith është fjala e tij alayhis salam, ku tha: "Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr." Dhe kërkoj mbrojtje dhe stajim tek ti o Allah, që të mos kthehem në moshën më të ulët jetës. Kjo është një lutje për të mos u kthyer në moshën e vjetër, pra pleqëria e thellë, e cila është mosha që shoqërohet me dobësi mendore, mungesë kuptimi dhe me dobësi në forcën fizike, si tek fëmijët, pra kthehet plaku kanë thënë si fëmia. Kthimi në këtë moshë është një gjendje që është e kundërt me atë për të cilën u krijua njeriu, e cila është dituria, njohuria dhe përmbushja e adhurimeve të dukshme dhe të fshehta në mënyrën dhe formën më të mirë. Prandaj, kërkimi i mbrojtjes prej Allahut është i kërkuar. Allah lartësuar ka thënë: "Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuradda ila ardhil umr likay la ya'lama ba'da ilmin shay'an inna Allaha alimun qadir." Thotë i lartësuari në këtë ajet kuranor, Allahu ju krijoi juve, pastaj ju vdes. Dhe nga ju ka që kthehen në moshën më të ulët të jetës, që të mos vinë asgjë pas dijes. Pra pasi që ka qenë i dijshëm, i takashëm dhe me energji çfarë, kthehet i paditur. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i gjithfuqishëm. Kërkesa e katërt e strehimit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith është fjala e tij ku thotë: "Wa a'udhu bika min fitnatid dunya." Dhe kërkoj mbrojtjen tënde o Zot nga sprova e dynjas, që do të thotë që ajo t'i zbukurohet udhëtarit. Pse? Se jemi udhëtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Ibn Umar çfarë thotë kun fi dunya ka'annaka gharibun wa 'abir sabil. I në dynja sikur të ishe i huaj apo kalimtar. Ti je udhëtar në dynja. Vendbanimi yt nuk është dynjaja. Kujtohu ku ka qenë vendbanimi yt i parë. Ku krijua babai Ademi alayhis salam? Në xhenet. Dhe ne u dëbuam nga xheneti dhe erdhëm në dynja. Jemi kalimtar në këtë dynja. Pra që mos i zbukurohet dynjaja e udhëtarit, ta mashtroj atë dhe ta bëj të harroj ahiretin, pra botën tjetër, dhe ai të marr prej saj dynjas më shumë se sa i nevojitet. Sprovët e saj, pra të dynjas janë dëshirat, qëllimi të cilave është që ta largojnë njeriu nga Allahu dhe nga adhurimi i tij, si dhe ta verbojnë zemrën prej shikimit të mirësive dhe begative të tij, pra që mos jetë falendërues. E ka dynjan, po shef ata që kanë më shumë, edhe nuk i hyn sy, nuk i duket gjë ajo që ka. Ndaj pejgamberi sallallahu ka thënë, në çështjet e dynjas, shif ata që janë poshtë teje. Dhe në çështjet e ahiretit, shif ata që janë sipër teje. Pra po pe ata që janë poshtë çështjet e dynjas, do të jesh shumë falendërues. Allah subhanahu wa taala për mirësinë e tij. Si dhe ta verbojnë zemrën prej shikimit të mirësive dhe begative të tij. Allah lartësuar ka thënë: "Zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Thot Allah lartësuar në këtë ajet në surën Al-Imran, çfarë thot? Ju është zbukuruar njerëzve dashuria për epshet, gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e shënuar, begatin dhe të mbjellat. Thot i lartësuari, kjo është kënaqësia e jetës së kësaj bote, por tek Allahu është vendi më i mirë për të kthyer. Pra, si thot në ajetin tjetër, "Walal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dhe bota tjetër është më e mirë për ty se kjo e para, dhe Zoti do t'jap ty o Muhammed dhe do të kënaqesh. Ibn Batali, Allahu mëshiroft, ka thënë:
Hadithi i Imran ibn Husajnit tregon se sprova e dynjas për ata që vinë pas 3 brezave të parë është më e rëndë. Pra se këto 3 breza, për shkak të fjalës së tij alayhis salam ku thotë e pas tyre, pra pas tyre 3 brezave, sahabët tabiinët dhe atba'u tabiinët, Allah që të kënaqë me ta, e pas tyre do të ketë njerëz që dëshmojnë dhe nuk u kërkohet dëshmi. Pra betohen. Pa kërkuar kush i betohen. Deri tek fjala e tij alayhis salam ku thotë dhe do të shfaqet tek ata shëndeti i tepërt, pra shëndoshja. Profeti alayhis salam e bëri shfaqjen e obezitetit, pra të shëndoshjes së tepërt tek këto breza dhe dëshminë e reme, tradhtimin e amanetit, garimin e dynja dhe marrjen e saj në mënyrë të palishme si shenja të këtyre sprovave. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin tjetër të Abu Saidit, kush e merr dynjan pa të drejtë, është sikur ai që ha dhe nuk ngopet. Allahu na rrit. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft ka thënë, sprova i ka ndarë njerëzit në të sinqert dhe gënjeshtar, në besimtar dhe hipokrit, në të mirë dhe të këqij. Kush duron në të, ajo bëhet mëshirë për të dhe shpëton me durimin e tij nga një sprovë më e madhe. Kurse kush nuk duron, bie në një sprovë më të rëndë se ajo. Sprova është e pashmangshme, si në dynja ashtu dhe në ahiret. Siç ka thënë Allahu i lartësuar, ka thënë ditën kur ata do sprovohen në zjarr, shijoni sprovën pra dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju përshpejtohet, thot për i dhujtarët dhe të ngjashëm me ta. Pra zjarri është sprovë për atë që nuk i duroj do sprovat e dynjas. Hipokritët çfarë thanë një për i betejave? Qalu la tanfiru fil harr. Tha mos dilni të luftoni se është vap. Kul naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun. Thuaj o Muhammed, zjarri i xhenemit është më i nxehtë, sikur ta dini. Pra i penguan dhe disa prej besimtarëve që dilnin të luftonin, se është nxehtë. Ishin hipokrit, janë frikacak. Thuaj zjarri i xhenemit është më i nxehtë, sikur ta dinit. Zjarri është sprovë për atë që nuk i duroj do sprovat e dynjas. Allah lartësuar thot për pemën e zakumit. Është një pemë që rritet në xhenem, thot inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Vërtet ne e bëm atë pemën sprovë për zullumqtarët. Ka thënë Qatada, një prej komentuesve të mëdhenj të Kuranit, prej tabiinëve, Allah që të kënaqë me të, kur Allahu e përmendi këtë pemën e zakumit, zullumqtarët dhe idhujtarët u sprovuan me të dhe thanë, a ka në zjarr pemë? Kur dihet se zjarri djeg pemët. Të paktën me ligje që Allahu ka vendosur në dynja, çfarë? Pema është lënë djegse e zjarrit dhe zjarri e djeg pemën. Atëherë Allahu lartësuar zbriti fjalën e tij, innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. Ka thënë taluha ka'annaha rushu shayatin. I ka frytet thotë sikur të ishin koka djajsh. Thotë për zakumin vërtet ajo është një pemë që mbin në fund të xhenemit. Si ka frytet? Si koka djajsh të shëmtuara, të frikshme. Pra, Allahu i lartësuar informoi se ajo rritet në zjarr, domethënë në shoqyr nga zjarri. Ibn Qutaybe, një nga komentuesit e Kuranit ka thënë, Allahu mëshiroft, pema e zakumit mund të jetë një bim prej zjarri dhe nga një substancë që zjarri nuk e djeg atë. Pra qëllimi është se kjo pemë është sprovë për ta në dynja, sepse ata e përgjigjëstrojnë atë dhe sprovë për ta në ahiret, ku ata do të hanë prej saj. Allahu na ruaj nga ky dënim i dhëmshëm. Pra mos besimtari është sprovë për besimtarin e dynja, ashtu siç është edhe besimtari sprovë për të. Për këtë arsye besimtarët i janë lutur Allahut që të mos i bëjë ata sprovë për ata që nuk besojnë. Ashtu siç kanë thënë Hanifët, pra besim drejtët, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladhina kafaru waghfir lana dhanna fudairit. Foti lartësuari, Zoti ynë, tek ti jemi mbështetur, te ti jemi kthyer me pendim dhe tek ti është përfundimi. Zoti ynë mos ta bëj sprovë për ata që nuk besojnë. Pra, që të bëhen jo besimtarë dhe idhujtarë dhe hipokritë sprovë për besimtarin dhe larg qoftë ta devijojnë atë nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, nga besimi i saktë dhe i drejtë. Qëllimi është Allahu i lartësuar i sprovoi thotë shiku ndjekësit e epsheve me fotografitë e bukura.
që shpondo sot me rinin sot për të rrjetet sociale, me filmat porno e tjera, me lakurisin që ka sheshit e rrugëve, që na e shesin për mod dhe për emancipim dhe për përparim, dhe motra dhe nëna tona që mbulojnë me hijabe të bukura, ato janë prapa mbetura. Kurse këto të zhveshura të këto lakurishet, që dalin dhe fotografi të zbukuruara dhe klye dhe parfumostra, çfarë janë sprovë për rinin. Allah ruajt rinin e muslimanëve. Pra i sprovoi Allahu ndjekësit e epshëm me fotografitë e bukura dhe i sprovoi ata të tjerët me ta. Pra, secili prej dy llojeve është sprovë thot për tjetrin. Ai që duron përballë këtyre sprovave, flasim për sprovët e dunjas, ai do të shpëtojë nga diçka më e rëndë se ajo. Ndërsa ai që bie pre e kësaj sprove, rëshqet dhe bie drejt diçkaje edhe më të keqe. Allahu na ruaj nga sprovat. Dietarët i kanë quajtur sprovat, i kanë ndarë në dy kategori. Quhen fiten ash-shubuhat wa fitan ash-shahawat. Sprovat e dyshimeve në fe, që u vjen atyre që s'kan dituri të saktë, nuk e marrin dijen nga Kurani e Sunetit sipas kuptimit të selefëve, që janë dyshime në fe, që na e sjellin ose armiqtë e Islamit jashtëm, ose hipokritë e brendshëm, ose njerëzit e epshëm, dëshira dhe bidatçit. Dhe fitan ash-shahawat, sprovat e epsheve dhe të tekave dhe dëshirave. Këto dy do të janë më të lehta se sa të para, sepse robi e di që ka rënë në sprovat e epsheve dhe dikur pendohet, kurse ai që ka rënë në sprovat dhe në umnerat e dyshimeve në fe, ai ka të vështirë që të kthehet e të udhëzohet, vetëm se me dritë prej Allahut, pra me dituri, dhe nëse bie në dorën e dietarëve edukatorë, që e marrin për dorë dhe i mësojnë Kur'anin, që ne dinë sipas kuptimit të selefëve. Pra robi duhet ta përmirësojë gjendjen e tij me pendim të sinqert, e nëse jo, atëherë ai është në rrugën e shkatërimit. Për këtë arsye pejgamberi sallam ka thënë: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa." Nuk kam lënë pas meje ndonjë sprovë më të dëmshme dhe më të vështirë për burrat se sa gratë. Dhe ka thënë kërkoni strehim tek Allahu nga sprova e dunjas dhe e grave, se sprova e parë e bijve të Israelit dhe shifutëve ishte te gratë. U sprovuan me gratë bijtë e Israelit dhe ranë në të pra nuk i kaluan këtë sprovë. Pra njeriu në këtë botë është i sprovuar me epshet e tij, me nefsin, me egon që është hyrë drejt së keqes, me shejtanin që ja zbukuron të keqen, me shokët e tij dhe me gjithçka që e sheh dhe e vështron. Pra gjëra që ja bëjnë të pamundur durimin. Ndaj kujdes me kë hyni, me kë dilni, me kë shoqëroheni, për azhjet e shokun më të mirë se vetja, tjetë prej besimtarëve dhe njerëzve të Sunetit. Kësaj i përputhet edhe dobësia e besimit dhe e bindjes, e imanit dhe yakinit, dobësia e zemrës dhe hidhësia e durimit. Durimi në moment të parë është i hidhur, por se frytet i ka të ëmbla, i ka të bukura. Ama aty për aty është i hidhur, e përballin e parë me sprovën. Hidhësia e durimit, shijimi i ëmbëlsisë së kësaj bote të përkohshme, dhe prirja e nefsit drejt zbukurimeve të jetës së dunjas, dhe fakti që shpërblimi është i vonuar në botën tjetër, e jo në këtë botë në të cilën është krijuar dhe rritur njeriu. Ai është i urdhëruar ta lërë kënaqësinë e tanishme, të dukshme, për shkak të një të padukshmeje që është kërkuar të besojnë në to. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Pra imani çfarë? Është ata që besojnë në të fshehtë, në të padukshmen. Xheneti është i fshehtë, zjarri është i fshehtë, dita llogarisë është e fshehtë, dalë nga varret, llogaria. Të gjitha janë do të dinë të armë dhe janë të fshehta. Pra duhet besim, imani fort dhe bindje, yakin. Pra për shkak të një të padukshme ai që është kërkuar të besojnë në të, si thot poeti, një nga poetët e përmend shehu, thot pasha Allahun, po të mos ishte që Allahu robit i jep sukses dhe lumturi, e Allahu ndaj robit është më i mëshirshëm, asnjë ditë në zemrën e tij besimi nuk do të qëndronte, përballë sprovave të rënda as do të rezistonte. Në braktisjen e epsheve vetja nuk do t'i bindej as pak nga frika e një zjarri që digjet me flak. U themi familjarëve që kemi të paudhëzuar ose njerëzve, shokëve, miqve, kujdesen në këtë rrugë, do përfundosh në zjarr, thot zjarri, thot kush e ka parë zjarrin, kush është kthyer nga ndëthot, kush e ka parë thot xhenetin dhe xhenemin. Ata besojnë vetëm gjërat që shohin dhe që prekin me dorë. Kurse besimtari i beson sepse Allah lartësuar ka folur pra për xhenetin dhe zjarrin e Pejgamberit sallam,
pra ka folur për to. As do të friksojnë do i ditë nga zemërimi nga qëndrimi për para Zotit të ti, që me drejtësi gjykon e pa drejtësi nuk bën ai. E gjithë kjo e përforcon rëndësinë e këtyre lutjeve dhe domosdoshmërinë e madhe që ka robi për këto istiadha, strehim kërkimi, duke shpresuar që Zoti ti ta shpëtoj, ta ruaj dhe ta mbroj, duke bërë njëkohësisht edhe shkaqe dhe shpëtimit, dhe duke detyruar veten për këtë. Prandaj, sprovat që godasin zemrat, siç e përmendëm pak më parë, janë dy llojesh: sprovat e epsheve dhe sprovat e dyshimeve. Nga sahabiu besniku Hudhaifa ibn al-Yaman, Allah që të kënaqë me të, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoj këtë hadith të bukur, ndoshta e dëgjojnë për herën e parë, se ata që e dëgjojnë dhe kanë dëgjuar herë të tjera, pra të marrin mësime dhe meditojnë rreth këtij hadithi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, تورد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. الله أكبر. حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بس se morë vesh të hadith në arabisht. Ja, se morë vesh. Thot pejgamberi selam në këtë hadith, e di se morë vesh, po duhet të përpiqemi të mësojmë gjuhën arabe inshallah. Ky hadith thot pejgamberi selam në këtë la ilaha illallah. Thot sprovat i paraqiten zemrave. Ashtu siç paraqitet hasiri, pra tapeti prej kallami, prej gjeshtre, fije pas fije. Zemra që e përthith dhe pranon atë sprovë, i shënohet një pikë zezë, dhe ajo që refuzon sprovën, i shënohet një pikë bardhë, derisa të bëhen dy lloje zemrash. Njëra e bardhë si guri i bardhë, si zalli i bardhë, i lëmuar, pastër. Nuk e dëmton asnjë sprovë, por derisa të jenë qiell dhe toka, dhe tjetra e zezë, Allah na ruaj, e përzier, si jena e kthyer përmbys, nuk e njeh të mirën dhe nuk e refuzon të keqen, përveç asaj që ka përfituar nga epshi vet. Hadithi është i saktë për cilën muslimi. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thoshte Razaku në këtë hadith i ndau zemrat në dy lloje, në dy kategori. Pra shife zemrën tënde, se cila nga ato dy lloje zemrash është, nuk ka zemër tretë. Dy lloje zemrash janë. Kur përballen me sprovat, me fitnet, me epshet, me tekat, me dëshirat, me hallalin, me haramin. Lloji i parë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zemra që kur i paraqitet një sprov, e përthith si thith sfonjeri ujin dhe i shënohet një njollë zezë. Ajo vazhdon të përthith çdo fitne, çdo sprov, çdo trazie, çdo epsh, çdo tek që i paraqitet derisa bëhet krejt e zezë dhe shtremërohet zemra, Zot na ruaj. Kjo është domethënia e fjalës tij si jena e kthyer mbrapsht, domethënë e përmysur. Kur zemra nxihet dhe përmyset, e godasin ato dy sëmundje të rrezikshme. E para, prej këtyre dy sëmundjeve është përzierja e së mirës me të keqen. Kështu që nuk e njeh më të mirën dhe nuk e mohon të keqen. Madje mund të arrijë deri aty sa të besojë se e mira është e keqe dhe e keqja është e mirë. Se suneti është bidat dhe se bidati është sunet. Se e vërteta është e kot dhe kota është e vërtet. Dhe smundja e dytë që godet të lloj zemre, që ka përfituar fitnë, si ka zbrapstur dhe larguar, është vendosja e dëshirave të vetes mbi atë që ka sjell i dërguar sallallahu alajhi wasallam dhe në shtrimin ndaj jepshit dhe pasimit të tij. Në hadith që ka fjalë mes dietarëve dhe saktësisë të tij, thotë pejgamberi çfarë? Jam dërguar, thotë, nuk beson, thotë, askush për ju derisa epshi dhe teka dhe dëshirat e tij të pasojnë ato me të cilën unë jam dërguar me ta. Ky është imani i plot dhe i saktë. Pra, smundja e dytë që godet zemrën, edhe një herë vendosja e dëshirave të vetvetes mbi atë që ka sjellë i dërguar sallallahu alajhi wasallam dhe në shtrimin ndaj jepshit dhe pasimit të tij. Ky është një grup i zemrave, thotë. Grupi i dytë është zemra e bardhë. Allahu na zbardh zemrat.
në të cilën ka ndryshuar drita e besimit dhe është ndezur kandili i saj. Kur i paraqitet një sprovë, ajo e mohon dhe refuzon atë, dhe kështu i shtohet edhe më shumë drita, ndryshimi dhe forca. Dhe është detyrë për çdo musliman të kujdeset për shëndetin e zemrës së tij. Sa mirë kur kemi në dhimbje zemre, kemi në aritmi, shkojmë ke kardiologu me vrap. Namasi do të na bëj thot një EKG. Po për imanin tënd, ku do të shkosh? Por pastërtinë e zemrës tate nga këto, nga dyshimet, nga epshet, nga tekat, nga lajfitjet, shkosh ke një dietar që ti flasësh për sprovat që ke dhe për dobësinë e zemrës dhe të imanit, që ai do të orientojë pra drejt dritës së Kuranit dhe të Sunetit. Pra është detyrë për çdo musliman të kujdesë për shëndetin e zemrës së tij. Kur sprovat përhapen dhe bidatet shtohen, dhe kur ignoranca ndaj fesë së Allahut bëhet edhe më e madhe. Këtë kohë po jetojmë, kohën e ignorancës. Janë pak dietarë dhe shumë pseudodietarë, shumë ata që lexojnë dhe të shumt janë ignorantët. Dhe filozofët ata që janë fedami fen Allahut pa dije, po mbasin njerëzit, u mbasin dhe vetvetet. Allahu lartësuar thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Dhe mbështeteni, pra ka për fort për Allahun, ai është mbrojtësi juaj, sa i mirë është mbrojtësi dhe sa i mirë është ndihmësi. Allahu Akbar. Dhe pika e 5 është fjala e tij alayhis salam ku thot: "Wa adhabil qabr." Pra kërkoi strehim me selam dhe mbrojtje nga dënimi i varrit. Do të thot, kërkoi mbrojtje tek ti o Allah nga dënimi i varrit, që është ajo që ndodh në berzakh, jeta e varrit, prej ndëshkimit të shpirtit dhe trupit, për atë i cili e meriton atë, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar për faraonin dhe pasuesit e tij, ka thënë i lartësuari: "Wa haqa bi ali fir'auna su'a al-'adhab an-naru yu'raduna 'alayhi ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna shadda al-'adhab." Pasuesit e faraonit i rrethoi dënimi i keq, zjarri, të cilit u ekspozohen, pra paraqiten mëngjes dhe mbrëmje. Dhe ditën kur do ndodh kiameti, thuhet futini pasuesit e faraonit në dënim edhe më të ashpër. Pra ky kërkim mbrojtje është dëshmi për vërtetësinë e dënimit të varrit dhe se ai është i sigurt, ndryshe nga ata që e përgjigjëstrojnë dhe mohojnë prej njerëzve të devimit dhe të humbjes. Dhe transmeton Buhariu, Allahu që të kënaqë me të, nga Aisha radhiyallahu anha, se një grua jehudie hyri tek ajo dhe përmendi dënimin e varrit. Aisha i tha: "Allahu të ruajt nga dënimi i varrit." Pastaj Aisha pyeti të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam për dënimin e varrit, i tha: "Naam, adhabul qabri haq." Po i tha, dënimi i varrit është hak, është i vërtet. Aisha tha: "Pas kësaj nuk e pash më të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam të fal ndonjë namaz pa kërkuar mbrojtje nga dënimi i varrit." Pra kam përmendur dietarë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas e dërgonte tahiyatin dhe salavatet, kërkonte strehim nga 4 gjëra: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi fil nar wa adhabi fil qabr wa min fitnati al-mahya wa mat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Wallah, të këtij kërkoj strehim nga dënimi i zjarrit, nga dënimi i varrit, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga sprova dhe sherri i Mesihut Dajjal. Amin. Pastaj ky lloj përshkrimi dhe zgjerimi në përmendjen e gjërave, pra prej të cilave kërkohet mbrojtje, si në këtë hadith dhe në hadithe të tjera, tregon, ashtu si thot Ibn Batali, Allahu mëshiroft, se duhet, pra përmbledhja e këtij kërkim strehimi nga këto 5 gjëra, duhet të kërkohet nga Allahu dhe të shpresohet tek ai në çdo gjë që i ndodh njeriu nga nevojat e tij të përditshme, dhe të përmendet me emër çdo gjë që njeriu lutet për të, sepse në të ka zgjerim të shpresës tek Allahu i lartësuar dhe për ulje dhe nështrim ka shiti. Dhe kjo është bindje dhe adhurim dhe Allah të lartësuar. Pra duaja në vetvete, çfarë do lloj gjëje ti kërkosh Allahut? Allahu nuk bezdiset. Allahu çfarë? Jo si njerëzit. I kërkon një herë, 2 herë, 3 herë, thonë mjaft, pas ra mërzitet. Jam dy duke lypur, duke kërkuar, shko puno, shko, gjeje vetë. Kurse Allah lartësuar e kundërta. Gëzohet e kënaqet si ne ti kërkojmë çfarë do lloj gjëje, se ky është el-ubudiyya, ky është robërimi, ky është nështrimi, ky është Islami. Ti kërkosh Allahu çdo gjë, dhe s'alta fas'alillah, ka hadith Ibn Abbasit,
kur të kërkosh i thot atij djaloshit, kërkoj Allahut. Dhe Allah na ka urdhëruar që t'i kërkojmë atij çdo gjë. Pra thot, sepse në të ka zgjerim të shpresës tek Allahu i lartësuar dhe poruli ndaj tij. Dhe kjo është bindje dhe adhurim ndaj Allahut i lartësuar. Profeti alayhis salam kërkonte mbrojtje tek Allahu nga çdo e keqe dhe e përmendte atë me emër. Edhe pse Allahu kishte mbrojtur atë nga çdo e keqe, në mënyrë që ta detyronte veten të kishte frikë ndaj Allahut të lartësuar dhe madhërim për të. Dhe për ta lënë këtë si shembull për ummetin e tij dhe për t'i mësuar ata si të kërkojnë mbrojtje nga çdo gjë. Pse? Se Allahu i lartësuar çfarë thot? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ka për ju dhe të dërguar Allahu çfarë? Një shembull të bukur për t'u pasuar, pra për që ta imitoni. Dhe është transmetuar nga Thabit el-Banani, ky nga Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguar sallallahu ka thënë, gjoje edhe çfarë gjë do të kërkosh Allahu. Deri në këtë pikë ka thënë pejgamberi selam, li yas'ala ahadukum rabbahu hajatihi kullaha hatta yas'alahu shas'a na'lihi idha inqata'a. Thotë pejgamberi selam, le të kërkoj secili prej jush prej Zotit të tij të gjitha nevojat dhe kërkesat e tij, qoftë edhe lidhjen e sandales kur ti kputet. Edhe lidhja e kputës apo e sandales kur kputet, kërkoj Allah subhanahu wa taala çfarë? Që të ta zvendçoj edhe të ta riparoj, të japi një të re. Allahu akbar. Pra që robi të ndjej varësinë e tij ndaj Zotit në çdo çështje, sado e vogël dhe imët të jetë ajo, dhe të mos turpërohet të kërkoj një gjë të tillë prej tij. Allah na bëfër atyre që çdo kërkesë dhe nevoja paraqisin vetëm atij, na ruajt nga këto 5 gjëra dhe të tjera për postyre nga sherri i dunjas dhe ahiretit. Me kaq mjaftohemi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.